keni zbuluar që unë këngën e parë mbrëmja e maturës e kam shkruajtur në vitin 1986. Një për arsyeve se një për grupeve gjilojnë të kishë bu shumë shërë këngën tonë edhe një për arsyeve bukone edhe kjo ndërvidja me... Do të të në vitin e 4 të shkollës së mesme, unë e kisha themelu bendin premiera në atë kohë edhe si frymëzim për mbrëmjen e maturës e shkruajta një këngë, edhe pastaj u bua ajo si një farë hiti lokal në Gjilan atje, pastaj më erdhi mundësia të regjistroj në Radio Prishtinë, televizion Prishtinës, edhe në Radio Prishtinë atë kohë do të thotë kur është votuar ende me telefon do të thotë fix, Kamri ka qëndru dikun 8 javë në top list deri në vendin e dytë. Ndërsa mundi me pas pak prej regjisë në këto momente kështu nëse po arri me gjejt në YouTube, po mbrëmja maturës, po pastaj është riaranxhu ajo këngë vitin 2000 kur e kam bë albumin, do të thotë se pastaj dola si solo këngëtar pas fundit luftës edhe mo nuk është me bend, por definitivisht është edhe në albumin tim të parë mbrëmja maturës. Edhe thash që kam pasur një lidhshmëri shumë të madhe për atë kohë, sepse e themelova bendin, isha një farë ylli shkollës në atë aspektin, jo që isha shumë nxënës i Zotit, edhe pse në klasën e 8, vitin e parë e dytë kam qenë një nxënësit më të mirë, por në vitin e 3, 4 kur fillova me muzikë, nisa muhalit, edhe që që me deshta maturën që e përsërita vitin e fundit, do të thotë unë e kum ngel në vitin e 4, e kum shku 2 matura e kum pasur. Edhe kjo është një farë... Që e ke bo me qëllim? E kum bo me qëllim, se shumë më ka pëlqyje viti fundit. E kjo konë diçka që e ka lidhë shumë me mbrëmjen e maturës, do të thotë edhe me të vërtetë e kam di shumë mirë, se kena kalu shumë si shoqëni, si klasë, kena kalu shumë mirë në vitin 87 tash e kam kryer maturën. E çka qenë energjia ato kohë që një bugati, çka qenë ato mbledhjet, më duket edhe paraqitja ka qenë më e thjeshtë. Po, më e thjeshtë definitivisht, natyrisht atëherë s'ka pas dizajner sikur sot që paguajnë shumë të mëdha, ka pas rroba çepsa, e kemi thonë atëherë. Edhe unë kam bën një komplet tesha që zakonisht jam veshur gjithmonë në mënyrë rockerski, edhe me pantolla me farmerka të shkyme, e për mbrëmjet maturës natyrisht që ja kum ligu vetes edhe unë ta bëj një kat tesha, edhe ajo ka qenë po më duket hera parë që kum veshur në kat tesha për mbrëmjet maturës. E vajza që kanë qenë kështu të veshura kryesisht, ajo pjesa e grimit të këto kanë qenë më natyrale. Më natyrale dhe nuk ka pasur në ekstravagoncë të madhe në atë aspektin të egzagerimit të fustanave, ndoshta dekoltese, çapo dione këtu, po kanë qenë pak më thjeshta, më të mira, ma natyrale, edhe natyrisht që kohë televizin, unë i pranoj edhe kohën e sodit se si e festojnë, edhe pse e menoj që e egzagerojnë shumë. Do të thotë shpenzime pa mas me një sen që nuk ka qa shpesh sa menoj.